duke shpjeguar se ne urojmë vetëm zgjedhjet e lira. Tjera nuk urojmë. Ju e pat vetë se 7 rezoluta ndërkombëtare denoncuan zgjedhjet në Shqipëri dhe narkoshtetin. Çdo gjë për Ramën. Ka dëshmuar çdo gjë për Lindër. Ka dëshmuar çdo gjë. Ky Meçë thashë, Meçë ka dëshmuar çdo gjë. Gron Meçë. Për të gjithë strukturën supermafioze të një agjencie shtetërore. Nuk është ndërmarrje private. Është agjenci shtetërore. Akshi. Edhe kjo, sigurisht që shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar për të gjitha këto nuk pret gjë tjetër vetëm rrëzimin e tij dhe fitoren tonë. Ndaj dhe me 10 shkurt është dita e kryemëritjes tonë paqësore. Ftojmë çdo qytetar dhe qytetare, çdo shqiptar të bashkohet me ne, sepse kjo betejë nuk është një betejë për pushtetin e njeriu. Kjo betejë nuk është një betejë për pushtetin e një partie. Kjo betejë nuk është një betejë thjesht e karakterit partijak. Kjo është një betejë për ekzistencën, për dignitetin, për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kur ndonjëherë ky vend s'ka patur nevojë më shumë se sot për ne. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor për fjalën. Tashmë jemi në momentin kur keni hapësirën tuaj të diskutimeve, pyetjeve, sugjerimeve. Kush dëshiron që ta marrë fjalën? Vetëm bëni një shenjë dhe mikrofoni është në sallë. Kush dëshiron të marrë fjalën? Mërkush. Mirë mbrëma. Unë jam Zin Nikolli, 28. Vin nga ato shemjet e famshme të njësisë 8. Po unë po filloj ne nga fundi. Ne edhe dona pushtetin, edhe dona paqësore. Ka diçka një kontradikt, po me Tiranën si fitojmë, me Tiranën nuk bahen. Elektorati është i paqartë, për që jo unë, po elektorati, po ne përcjellim zonën e elektoratit ku vim tonë, nuk përcjellim personalisht tonë. Edhe, po i referohemi historisë, ato kanë marrë 44 në pushtetin me dhunë, edhe kanë marrë 50 vjetë. E kanë marrë 97 me dhunë, me luftë, edhe kanë marrë 8 vjetë. E kanë marrë 2013 po me luftë me dhunë. Unë jam kundra dhunës personalisht, jam pacifist, por e kanë marrë 2013 me luftë, edhe ka 13 vjetë edhe nuk po dim se sa do marrë. Pra, ata kanë marrë me pushke, me dhunë, edhe e marrën pushtetin. Ne e marrim me paqe, e dorëzojmë me paqe edhe s'merret vesh kjo punë. Dehet ka lejtë zgjedhje ato. Zgjedhjet atje ne si kanë vjedhë si herë. Nuk po tham për një diferencë vogël, por që fakti që kena fituar gjithmonë nga 55 deri në 80% tregon që ka qenë Mihel
nuk i kanë vjedh votat sepse i kanë ruaj votat. Jo se s'kan desh me i vjedh ata. Edhe jo se nuk na kanë sulmu ne. Por fakti herën e fundit paktën që kam vëre një diçka unë është që një pjesë aty në Mihal që kanë qenë në komision edhe pjesë e vëzhguesve kanë qenë të padenjë për të qenë në komisione. Sepse jo që nuk kanë dhënë votën kur, por kanë bërë fushat kundra Partisë Demokratike. Ti ma foto edhe në komision. Vota ka dhe një problem thelbësor, si mas menës të eme dhe si mas asaj që kina njek të 35 vjetë. Edhe në momentin e fundit, njeri unë në rënë. Por kur unë shoh për balë atë që më ka bon fushat kundra mejit, kur shoh për balë atë që ka votu kundra mejit, që aj me merë kartën e identitetit, për me mpa kartën time të identitetit, nuk e di... Vjen një moment që them, atë voteja, mos të votoj, Mihel, për ata që jam nisë. Kjo është një problem thelbësor. Edhe një problem tjetër. Dona kandidatin për kryetar të Bashkisë të Tiranës. Nuk mund të presim në fund. Ose nxirreni, ose Mihel hiqi dorë ta marrë Florian Bina. Nuk kena punë me Florian Binën ne. Ne e dona kandidatin politik. Nëse na bin Florian Bina e kompani me Florian Binaj, unë për vete i pari nuk e votoj. Faleminderit. Faleminderit. Tjetër. Po, një pyetje tjetër? Ngriuni në këmbë, të lutem, që t'ju shikojmë. Jo, nuk ka nevojë. Në këmbë, të lutem, që t'ju shikojmë. Kush e ka marrë mikrofonin? Okej, përshëndetje, doktor. Kemi një doktor tu. Profesor, Iliri është i nderuar me shkollë, fakultet. Jati vetë është më i nderuar, profesori. Dhe të tre jeni mjek. Dhe kandidatura më e mirë se ky nuk ka ku gjej Partia Demokratike. Dhe e dyta, ne njësia 8 gjithmonë kemi qenë demokrat. Kemi votuar, Besnik Mustafaj ka qenë i mrekullueshëm, por nga hyrja e Jorida Tabakut, njësia 8 u thy. Dhe ne që flasim, quhemi ish pronar, po ne jemi pronar. Dhe ish pronar na duket një fjalë e rëndomt. Se kemi prona dhe se kemi përfitu. Ti ke qenë profesor zemre, unë jam nipi i Hamid Dajës, ti ke bërë operacion, unë kam prona Rruka Vajës, e gjitha nde, ti di shumë mirë, dhe ne përnarët, quhemi ish përnar. Kjo drejt në mohohet. Dhe si mund ta kuptoj këtë pjesë? Nga 7501 të lutem. A e do mirë? Vazhdoni komentin. Vazhdo. Jo, nuk ka problem. Vazhdoni komentin. Të lutem. Të flasin drejt reale? Në qoftë se merret mikrofoni, merret djali. Jo, mund vazhdoni, nuk ka asnjë problem. Jo, mund vazhdoni. Ne po të dëgjojmë. Unë po të dëgjoj ty. Tash profesor, ti je nderuar. Unë kam idhull ty. Jam që votoj për ty gjithkohës.
por ish pronar, se kuptoj dot. Unë jam pronar. A shumë vërtet. Tani, po ju përgjigjem edhe pastaj po vazhdojmë. Ja, 1 minutë. Është vërtet që në pamje të parë mund të duket se ka një kontradikt midis vendosmërisë tonë për të rrëzuar Edi Ramën dhe qëndrimit tonë paqësor ose rrëzuar me mjete paqësore. Por ne kemi histori. Kjo histori është e tillë. Partia tjetër është një parti që ka lind në krim. Në krim ka lind. Ta themi të vërtetën. Është një parti e cila ka vazhduar me krim. Është një parti e cila e ka filli kuq krimin. Ne ja kemi dalë gjithti kundër asaj në rrugë paqësore. Erdhën pushtet me dhunë në 97-ën, e kemi qarë. Ne shkuam në zgjidhje politike, ja u thash, ne ishim të vendosur që përgjerësa shqiptarët menduan se ne i kemi marrë lekët e tyre, ne nuk rinim në pushtet, edhe bëm shumë mirë. Ata rrëbyen armë, por ne prapë me votin zorëm nga pushteti. Dhe ju garantoj që prapë me vot do të nxjerrim. Vetëm disa gjëra. Pse e them këtë tani? E them këtë se në betejë kundër një qeverie nuk është zonë do të tjate kur, në qoftë se ajo vjen nga zgjedhjet lira dhe qeverisë sipas ligjit. Çdo përpjekje për të rrëzuar një qeveri të tillë të kthehet në bumerang. Ne në 21-shin na i mori zgjedhjet ai. Dhe një gjë, vota në farsë elektorale, vota vdes pa hyrë në kuti. Nuk mund ta gjykojmë ne me procesin e votimit, se gjithçka ka ndodhur para votimit, se 2 miliardë euro u dhanë para votimit, se 100 euro për pensionist u dhanë para votimit, se 28.000 hektar kanabis u dekretuar para votimit për të mbjellë, e tjerë me radhë. Për fat të keq, në vitin 21, në vend se të merreshim me identifikimin dhe mbrojtjen e votës, nuk u morën. I dini vetë. Nuk u morë, ai që ishte nuk u morë me atë punë. U desh 23-shi që të ndodha ajo edhe me radhë. Pra, tani ne jemi me durë të lira. Tani ne jemi në përputhje me ligjin, në të drejtën tonë. Ka një ndryshim, një dallim midis asaj proteste që bëjmë ne një ditë dhe asaj proteste që duhet të bëjmë ne. Protesta që duhet të bëjmë ne është mos të shojmë sheshin. Kjo është, aty do shkojmë. Aty do shkojmë. Ja u them unë ju, ne aty do shkojmë. Ne nuk tërhiqemi. Jo. Tani jemi një betejë ekzistenciale për Shqipërinë.
vetëm në 25-ën, nga Shqipëria të rit, nga Shqipëria janë larguar 4.2 herë më shumë të rit nga Shqipëria se sa nga Serbia, se sa nga çdo vend tjetër. Pra ne kemi betejë për ekzistencën tonë këte. Por, kemi fituar çdo të drejtë të këtë betejë. Tani shtoj, prit, sonte ndodh kjo që ju thash, nesër nga këta pret çdo gjë. Sonte vendosin të mbrojnë Lubin me gjykat. Nesër, se është në një panik të tmerrshëm. Ju e keni vure se si është bërë, si kur del nga arkivoli, është bërë i pakallur. Nuk din çdo gjë çdo vendim mund të marrë. Po ne jo, ne e ruajmë gjaktofsinë, ne e ruajmë vendimin tonë dhe ne do i shkojmë gjerë në fund largimit të tij. Nuk ka asnjë shpresë. Kjo kërkon që secili nga ne të binë sa më shumë qytetar për protestën e qëndrueshme. A do ndodh? Do ndodh. Ju siguroj që do ndodh dhe është rruga e vetme. Faleminderit. Prit. Respektin më të madh për të dy përfaqësues të komunitetit Tiranës dhe të Partisë Demokratike, si për Ilir Ali Mehmetin, ashtu dhe për Jorida Tabakun. Dhe